Me çlirimin e Mekës edhe betejën e Hudejbes, marrëveshjen e Hudejbes, pas marrëveshjes së Hudejbes, Allahu Jalla wa Ala bon emër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të hynë në Mekë. Pas hynë në Mekë, Qabeja pastrohet prej idhujve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk pi thot kërkuj tjetër, po pi thot Bilalet, o Bilal, ngritu nalt. Hyp edhe thirrë e zonin të cilën e thërshën Medinë. Ka hyb mbi Qabe edhe ka thirrë e zonin Allahu Akbar, që ka ezan sot që është. Edhe paria e Mekës, çata të cilët ende se kanë pranuar Islamin, ka thonë që është more puna e këtij njeri. Që është puna e këtij njeri. Edhe robt e ton i ka vënë këto pozita. Para mendoni o vëllezër, në atë mes ka qenë Ebu Bekri, në atë mes ka qenë Omeri, në atë habit e mëdhaj, Aliju, Uthmani, njerëz e mëdhaj që kanë hyrë në Islam, edhe kush po ngritën mbi Qabe. Një njeri që në fillim ka qenë rob, ndërsa sot po ngritën mbi Qabe, po ngrit fjalën e Allahut Jalla Jalaluhu. Bilal radiallahu ta'ala anhu ka qenë modest shumë, sa herë ka njën që njerëzit e kanë laudru, gjithmonë i ka qortu ata. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz e kanë ngrit Bilalën mbi pozitën e Ebu Bekrit. Ka thonë ky është edhe më i mirë se Ebu Bekri. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur fort. Kur ka dëgju këto fjalë Bilal radiallahu ta'ala anhu ka thonën mos folni. Nuk kam qef me i një këta zona. Se nëse unë jam një e mirë, nuk jam tjetër vetë se e mirë prej të mirave të Ebu Bekrit. Kur gjë tjetër se. Thot kështu, wa innama ana hasanatun min hasanatihi. Unë nuk jam tjetër vetë se një e mirë prej të mirave të shumta të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala.